një i ri i cili ka punuar në fermën e babait tij, i cili ka diçka ngritur, ka disa një, themele. të themi, njohuri dhe do ta vazhdoj këtë sektor, të cilit neve i themi që qeveria shqiptare, shoqëria shqiptare në përgjithësi, ju gjendet pranë pikërisht për të ecur, për të hedhur një hap më tutje drejt përmirësimit të kushteve të prodhimit, rritjes së nivelit të prodhimit, rritjes së nivelit të investimit në fermë. Delullëzimi në të cilën specifikohen kriteret se cilat janë kushtet që duhet të plotësojë njeri që të përfitojë nga ky grant. Sigurisht që mbetet mosha, cila mund të jetë 35-40 vjeç, për të ruajtur edhe të njëjtën, themi, përafrim me Bashkimin Evropian dhe me skemën e IPARD-it dhe kushtet që Bashkimi Evropian kërkon nëpërmjet skemës IPARD-it, por edhe i cili ka një eksperiencë të demonstruar në sektorin bujqësor. Pra, mund të jetë dietar, mund të jetë një ferm, mund të jetë një fermer i cili funksionon dhe punon në fushat të ndryshme, por që e shikon të ardhmen e tij të lidhur me prodhimin bujqësor. Dhe të tillë në Shqipëri kemi shumë, por neve duhet të nxisim që të kemi akoma më shumë.